Jemi bashkë sërish në studion në transmetim të drejt për drejt në ekranin e Sport TV. Kjo është studio live dhe të jemi së bashku për tjera zhvillime më në detaja, por fillimisht të njohë shkurtimisht në zhvillime kryesore deri në orën 18. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku është marrë zyrtarisht e pandehur nga SPAK për procedurat e garës 19 miliard lek për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Ajo paraqit sot në SPAK për rreth 50 minuta, ku ju komunikua akuza për shkelje të barazisë në tender. Balluku ishte marrë në rolin e avokatit mbrojtës motrën e saj Pamela Qirko. Pas daljes nga SPAK, zëvendës kryeministrja tha vetëm se u paraqit pas së fletthirjes për një çështje që është marrë në hetim, duke thënë se beson se do të jetë një proces transparent. Në një seancë maraton që zgjati plot 7 orë, gjykata kushtetuese shurtoi ankimin e Erion Veliajt për shkarkimin nga detyra si kryebashkiak i Tiranës. Veliaj dhe mbrojtja e tij ligjore kërkuan anulimin e vendimit të qeverisë, duke hedhur akuzën për një proces të motivuar politikisht. Këshilli i Ministrave dhe Presidenca mbrojtën opozicionin e tyre, duke thënë se kanë vepruar brenda kuadrit ligjor dhe duke kërkuar në fund shpalljen e moskompetencës për ankimin e Veliajt, që sipas tyre duhej të ishte drejtuar gjykatës administrative. Shuhet në moshën 73 vjeçare nga një sëmundje e rëndë lideri historik i Partisë Socialiste Fatos Nano. Zemra e tij pushoi së rrahuri rreth orës 14 në një spital privat në Tiranë, ku ndodhej i shtruar në reanimacion prej 24 ditësh. Figura të larta shtetërore politike cilësuan një humbje të rëndë, vdekjen e liderit liberal dhe reformatorin e Partisë Socialiste, që solli një frym tjetër politike në Shqipëri. Biznesmeni nga Kosova Bejgjet Pacoli u pyet për rreth 3 orë në prokurorinë e Tiranës për hetimin e nisur nga ky organ pas konfliktit mes aksionerëve për ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Ai u mor në pyetje nga prokurori Ndini Tavani si kallëzues, por edhe si i kallëzuar nga ortaku i tij Valon Ademi, pronari i kompanisë Dyal Group. Pacoli tha se u thirr në prokurori si person në dijeni për çështjen. Eurodeputeti Andreas Schieder, raportues për Shqipërinë në Parlamentin Evropian pas javë qëndrimi në vendin tonë, deklaron se Shqipëria në nëntor mund të hap kapitullin e fundit të negociatave. Pas takimit të 20 të Komitetit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, Schieder vlerësoi reformën në drejtësi dhe rezultatet e saj duke hituar këdo, pavarësisht nëse i përket qeverisë, opozitës apo janë biznesmen. Muzeu i Errët u pakëzua mega operacioni gjatë të cilit policia e Tiranës goditi një grup kriminal që trafikonte vepra arti nga shtetet e ndryshme të Evropës në vendin tonë. Në pranë ran babe bir nga Kamza, ndërsa një person i tretë është në kërkim. Veprat e artit të sekuestruara cilësohen me rëndësi të madhe kulturore e historike.